Kuvendi i Shqipërisë, institucioni që përfaqëson interesin e qytetarëve, për të dhënë mesazhin që ne nuk mund të pranojmë që në Shqipëri në vitin 2026 të kemi institucione që funksionojnë si grupi strukturuar kriminal. Dhe referohem rastit të Akshit. A ka patur për shkak të kësaj veprimtarie të kundralishme të titullarëve të këtij institucioni cënim të sigurisë kombëtare? A ka patur cënim të drejtës së qytetarëve për mbrojtjen e të dhënave personale? To janë të gjitha detyrime që kuvendi do duhet t'i përmbush dhe ka përgjegjësi kushtetuese t'i përmbush. Deputetët e opozitës kanë bërë rolin e tyre, kanë kërkuar aplikimin e këtyre mekanizmave të kontrollit dhe me vot politike në kundërshtim me kushtetutën e rregullore refuzohet në mënyrë permanente me një strategji të qartë për të zeruar rolin kontrollues të parlamentit, për të zeruar rolin e deputetëve të dhe që kërkesa të fokusohet në një çështje të veçantë. Kujtoj këtu një term të përdorur nga gjykata kushtetuese 23 vite më parë. Komisioni hetimor nuk duhet të jetë një ekspedit peshkimi, ku hajde nisemi një herë, shohim çka dhe pastaj po peshkuam ndonjë gjë, hajde se duhet të ndërkohë që gjykata kushtetuese ka thënë që duhet vish me çështje konkrete. I marrim me radhë. Kërkesa e parë që u shqyrtua në rendite ishte një kërkesë e cila sipas një kolegje deputete të opozitës u tha që do të hetohet nëna natyrë Moti apo Perëndia sepse ka sjell shumë shi. Edhe në trajt shakaje ndoshta kjo, se jam i sigurt do u sqaruaj që ishte shaka. Ndërkohë që thuhet që të hetohen të gjitha procedurat nga 2014 deri në 2025, ndërkohë që nuk ishte një çështje specifike, pra duhet hetojmë si mënyrën e prokurimit ndoshta.